Të njëjtën gjë bën Edi Rama sot, narkodiktatori, por natyrisht jo në një diktaturë totalitare, se atë nuk e vendos dot, por me një diktaturë autoritare, në të cilën bazohet në vjedhjen e tmerrshme të shqiptarëve, bazohet në tonelatat e miliardave të eurove nga droga, bazohet në korrupsionin dhe organizatat kriminale. Me këtë, nuk duhet të them se socialistët janë kriminal, jo, absolutisht. Jo. Po duhet të them se udhëheqja e Partisë Socialiste, ish parti pune, ish parti komuniste, qëndron në pushtet vetëm e bazuar në krimin. Ndaj dhe meriton plotësisht të quhet parti krimi. Përshëndes përzemërsisht të gjithë ata socialistë që këto ditë të vape, po kanë zgjedhur protestën dhe po djegin dokumentin e partisë së krimit. Në një kohë kur Edi Rama vazhdon llafologjinë e tij të pafundme dhe nuk thot asnjë fjalë për problemet e panumërta të qytetarëve shqiptar. Nafta ka arritur në Shqipëri 2.300 lekë. Ndërkohë që në bursë është gjithsej $85-90. Por i kujtoj shqiptarët këtu se me 11 korrik të vitit